Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një lugë uthull molle para gjumit dhe do I thoni lam të mirë këtyre problemeve. Do të ishte kohë t'ju pyesim në qoftë se I njihni uthullën e mollës pasi kemi folur aq shumë për të. E pasur me kalcium, magnez, potas, fluor, hekur, fosfor, vitamina A, B1, B2, B6 dhe C dhe E, acid acetik, pektin, beta-karoten e të tjerë. Pa diskutim ky është produkt me një depo të vërtet vlerash ushqyese, por këto vlera shkojnë përtej shijes së mirë të ushqimit apo përdorimit në fushën e kozmetikës dhe njëkohësisht të pastrimit të shtëpisë. Sipas informacioneve, duhet të dini se uthulla e mollës është një eliksir I vërtet në shëndetin e njeriut. Studime të ndryshme kanë provuar që konsumimi e një lugë çaji me uthull molle ndikon drejt për drejt në këto gjendje shëndetësore. Ndihmon që ju të humbisni në peshë. Siç dihet, gjatë gjumit realizohet një proces shumë kompleks, siç është filtrimi dhe njëkohësisht eliminimi I toksinave nga trupi I njeriut. Uthulla e mollës jo vetëm që e përshpejton atë, por nxit metabolizmin që të djegë sa më shumë kalori. Ajo ka fuqinë që të shpërbëjë brumrat, kurse antioksidanti I saj kryesor, pektina, I jep trurit dhe trupit ndjesinë e ngopjes. Lehtëson dhimbjet e fytit. Uthulla e mollës ka veti antibakteriale dhe antiinflamatore të cilat gjithashtu dobësojnë fuqitë vepruese të baktereve në rast virozash ose kur keni inflamacion të laringitit. Ulën nivelin e lartë të sheqerit në gjak. Uthulla e mollës gjithashtu nxit prodhimin e insulinës dhe shpërbën karbohidrate toksike të cilat qarkullojnë në organizëm dhe çoçojnë në shfaqjen e diabetit. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se lajmi se uthulla është e shkëlqyer për shëndetin ka marrë dhënë, por ky produkt do t'ju befasojë çdo ditë. Kur vjen puna tek uthulla, ka gjithmonë një dilemë e cila ka të bëjë kryesisht me kohën se kur uthulla duhet pirë. Shumë njerëz rekomandojnë pirjen e uthullës në mëngjes, mundësisht me stomakun bosh, ndërkohë të tjerë betohen për të mirat të cilat vijnë në qoftë se uthulla pihet në mbrëmje. Në shumicën e rasteve, sistemi I tretës nuk arrin që të përballojë diçka më shumë se kafeja apo tërshëra dhe për uthullën as që bëhet fjalë. Ekspertët bien dakord se efikasiteti I uthullës, kryesisht asaj të mollës, varet jo vetëm nga koha kur e pini, por edhe nga mënyra se si e përballon dhe e kërkon trupi. Këtu ju do të gjeni të listuara disa nga përfitimet që vijnë nëse uthullën e pini përpara se të shtriheni për të fjetur. Uthulla stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Studimet shkencore kanë treguar se pirja e uthullës së mollës përpara gjumit mund të jetë jashtëzakonisht mirëbërëse për pacientët e diagnostikuar me diabet. Një studim I Arizona State University tregoi se pirja e 2 lugë gjelle me uthull molle dhe pak djathë përpara gjumit, së bashku me ilaçet kundër diabetit, do të ulte ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak ditën e nesërme. Uthulla gjithashtu shëron edhe fytin e thatë. Gjatë stinës së ftohtë, gjasat që ju të prekeni nga simptomat e gripit dhe të ftohërës janë tepër të mëdha. Bakteret përgjegjëse të cilat e përthajnë fytin shkatërrohen nga aciditeti I uthullës së mollës. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një glënke me uthull molle
gjysmë deri në 1 orë përpara gjumit që në mëngjes ju të jeni si kokra e mollës. Uthulla për një gjumë tepër të mirë. Gjumi është i domosdoshëm për të përballuar me sukses sfidat e ditës. Sekreti një nate të qetë dhe një gjumi të patrazuar mundet që të jetë uthulla e mollës. Një lugë gjelle me uthull molle të shkrirë në një gotë me ujë të ngrohtë dhe mjalt ju vë juve në gjumë. Kundër erës së keqe të gojës. Era e keqe e gojës mundet që të jetë tepër e tmerrshme në mëngjes, por ju mund të merrni masa për të parandaluar atë duke pirë një lugë çaj me uthull në mbrëmje për të shkatëruar të gjitha bakteret që lulëzojnë në gojë. Uthulla po ashtu mundet që të zhbllokojë edhe hundët. Pamundësia e të thithurit ajër përmes hundës është vërtet e tmerrshme. Uthulla ju vjen në ndihmë për të zhbllokuar hundën dhe rrugët e frymëmarrjes, sepse është e pasur me kalium, e pasur gjithashtu edhe me kalcium dhe magnez, vitamina A dhe E. Shtoni një lugë çaj me uthull molle në një gotë me ujë dhe pijeni ngadalë përpara gjumit. Uthulla ndihmon tretjen. Nëse zgjoheni në mëngjes me dhimbje abdominale, fajin e ka tretja. Ky lëng fantastik zgjidh problemet me tretjen, zorrët dhe urdhin. Pini një lugë çaj me uthull molle të tretur në një gotë me ujë përpara se të flini. Me gjithë këto të mira, uthulla e mollës nuk duhet të mungojë kurrë në thirrtarin tuaj të kuzhinës. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se uthulla e mollës mund të përdoret edhe për të larë fytyrën tuaj. Shumë prej jush mund të habiteni nga kjo që do të dëgjoni, por larja e fytyrës me uthull molle për 5 ditë radhazi është një ndër trajtimet e bukurisë më të lashta që ekziston dhe një ndër më të mirat në llojin e tij. Uthulla e mollës është një burim i vërtet vlerash të shëndetshme, e pasur gjithashtu me potasium, kalcium, vitamina A, B1, B2, B6, C dhe E, magnez, beta-karoten, sodium dhe shumë antioksidant kundër më kryesorët është pektina. Trajtimi i bukurisë me uthull molle duhet të zgjasë 5 ditë në javë. Mund ta nisni nga fillimi, mesi apo fundi i javës, kjo është në dorën tuaj. Uthulla e mollës është e pasur me përbërës alfa-hidroziak, të cilët e pastrojnë lëkurën nga të gjitha qelizat e vdekura dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut në pjesë të ndryshme të saj. Mbron gjithashtu fytyrën tuaj nga veprimi i agentëve të jashtëm, të cilët janë ndryshimet klimaterike, ekspozimi i tepërt në diell, produktet e bukurisë me përmbajtje kimike dhe mbi të gjitha, rregullon vlerat normale të pH-it të lëkurës. Acidi malik i uthullës ka veti antibakteriale, antivirale dhe antimykotike. Lufton infeksionet dhe eliminon toksinat. Trajtimi duhet bërë për 5 ditë radhazi para se të bini për të fjetur. Ju nevojiten 2 lugë gjelle uthull molle organike dhe një tampon pambuku. Njomni tamponin me uthull molle dhe kalojeni në të gjithë sipërfaqen e fytyrës. Lëreni të veprojë gjithë natën dhe të nesërmen lajini siç bëni zakonisht. Do të vini re ndryshimet e para brenda një jave. Ky trajtim lufton aknet, heq pikat e zeza dhe njollat kafe, çelmon lëkurën nga toksina dhe rregullon pH-in e saj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe.
Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.